Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi me mua Tiron Alilin. Tani në këtë minutazh dua të ndaloj tek një nga ish-banorët më të komentuarit të këtij Big Brotheri. Do të flas për Mirin. Miri West Side Family ka qenë në fakt në shënjestër të medias rose dhe vazhdon që të jetë në shënjestër. Shumica kanë kërkuar të dinë se si është marrëdhënia e tij familjare tashmë, çfarë po ndodh me bashkëshorten e tij Rabean, a ka patur ndryshime në jetën e tij, a është marrëdhënia ashtu siç ka qenë, ashtu siç në fakt e tregonte Rabea që në këtë mes ka patur shumë dashuri dhe gjithçka tjetër, dhe a ka kuptuar Miri diçka nga familja. Miri ish banori Big Brother VIP Albania 5 ka folur për ndryshimet që ka sjell pjesëmarrja e tij në këtë format në jetën familjare. Miri ka thënë, me thënë të drejtën, nuk është e njëjta situatë. Jo se kishim një marrëdhënie tjetër dhe tani kemi një tjetër. Po kjo ndjesi pas Big Brotherit ka qenë, me thënë drejtën, më e bukur, thot Miri. Gjithçka është bërë më publike. Jemi në syrin e vëmendjes së njerëzve dhe kjo e bën edhe më emocionale dhe më dinamike. Ai tregoi se tashmë vëmendja e publikut nuk është drejtuar vetëm ndaj tij, por edhe ndaj bashkëshortes, por edhe ndaj vajzës së tij. Sipas tij, shpesh njerëzit u kërkojnë fotografi së bashku, gjë që e bën të ndihet mirë dhe i vlerësuar. Miri thot, do me thënë që unë me familjen thot i kam patur punë gjithmonë mirë, atë fjalë që në fakt gjithmonë e ka thënë Rabea, dhe këtu në fakt ne mund të dalim me mendimin që ne kemi thënë që Miri mund ta ketë patur edhe strategjin këtë gjën, që ka qenë një marrëveshje nga jashtë me bashkëshorten e tij që unë do futem Big Brother, është e vetmja gjë që unë mund të rikthehem në skenë, sepse West Side Family pati një herë, do me thënë, një lloj rënje nga arti, le ta themi, edhe unë aty brenda duhet luftoj që të ngjitem në finale, pasi që u përdor dhe strategjia e produksionit që krevati e nisi dhe krevati e mbaroi. Unë mendoj që kjo gjëja ka një lloj rruge që të çon të mendosh shumë gjatë. Marrëdhënia e Rabeas edhe Mirit është shumë marrëdhënie e mirë, do me thënë ato të dy nuk janë të ndarë, edhe pse ka patur lajme të tilla në fakt që kanë qarkulluar për Mirin dhe për familjen e tij, që Miri ka krisje, familja e Mirit nuk është ashtu siç ka qenë etj, po do të thënë kemi arritur të kuptojmë që familja është jashtëzakonisht bukur, raporti është shumë i mirë, çifti është shumë i lumtur dhe i dhurojnë një energji të paparë njëri tjetrit. Miri vazhdon të punon, Miri vazhdon të na sjellën projekte të bukura, nuk është se ka folur nëse do të jetë në ndonjë media, thjesht po na tregon për raportin familjar.